Horoskopi në muaj prill 2026 për binjakët. Ky muaj për ty fillon me një ndjesi shumë të fortë brenda vetes, si një zë që të thotë nuk je vetëm, ke njerëz rreth teje që të kuptojnë, dhe kjo ndjesi të jep forcë. Në ditët e para të prillit ti nuk ke dëshirë të rish veten. Zemra të shtyn drejt njerëzve, drejt shoqërisë, drejt bisedave të gjata, qeshjeve dhe planeve. Është koha kur lidhjet bëhen më të forta. Mund të takosh njerëz të rinj, por jo njerëz kot. Janë njerëz që të kuptojnë pa shumë fjalë, njerëz që besojnë tek ëndrat e tua, ndoshta më shumë se ti vetë. Dhe kjo të motivon. Fillon të mendosh, po sikur ta provoj seriozisht? 1 prilli, ndjenja, dashuri, energji e bukur. Rreth datës 1 prill ndihesh ndryshe, më i bukur, më i sigurt dhe më i hapur. Në dashuri gjërat mund të marrin një kthesë të bukur. Nëse je në lidhje mund të ndihesh më afër me partnerin. Nëse je vetëm mund të lindë diçka e papritur. Por edhe nëse nuk ka romancë, ti ndihesh mirë me veten. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Fillon të bësh gjëra që të japin qejf. Ndoshta një hobi, një dalje apo një ide që e kishe lënë pezull, dhe kjo të shëron pak nga brenda. 9 prill, drama dhe kufit. Pastaj gjërat nuk janë gjithmonë perfekte. Rreth datës 9 prill mund të ketë pak tension me shoqërinë. Ndoshta dikush të zhgënjen, ndoshta dikush e kalon kufirin. Dhe këtu vjen mësimi i muajit. Duhet të thuash jo. Jo çdo njeri meriton energjinë tënde. Jo çdo shok është për rrugën tënde. Mund të jetë pak e vështirë, por kjo situatë të bën më të fortë dhe të ndihmon të fokusohesh tek qëllimet e tua. 12 prilli, dyshime dhe zhgënjim. Ka një moment ku ndihesh pak i hutuar, si të mos të dish kujt i besosh. Rreth datës 12 prill mund të idealizosh dikë, të shohësh më mirë se ç'është dhe pastaj mund të zhgënjehesh. Mos u mërzit shumë, nuk është humbje, por mësim. Thjesht qëndro me këmbë në tokë, mos krijo histori në mendje pa prova. 14 prilli, mendime të qarta, njerëz të rinj. Pas kësaj fillon të mendosh më qartë. Ti fillon të zgjedhësh me kë rri, kujt i jep kohë dhe kush e meriton energjinë tënde. Mund të rregullosh një debat, mund të flasësh hapur për një problem, por mbi të gjitha mund të bëhesh mosocial. Mund të takosh njerëz që do të hapin dyer të reja. Dikush mund të ndihmojë në një ëndër pa e pritur fare. 17 prilli, fillimi i ri. Kjo është një pikë shumë e fortë. Ti ndjen brenda vetes një dëshirë të re, një ide, një plan apo një drejtim të ri. Mund të jetë një ëndër e vjetër që rikthehet, ose një ndryshim në jetën tënde. Dhe bashkë me të, mund të hyjë një person i ri në jetën tënde, një njeri që të përshtatet shumë. 19 prilli, biseda të vështira por të nevojshme. Nuk i shpëton dot disa të vërtetave. Mund të duhet të flasësh për diçka që e ke mbajtur brenda. Mund të jetë një shok ose dikë që po e njeh. Do të jetë pak e sikletshme, por shumë e rëndësishme, sepse pas kësaj ti ndihesh më i lehtë. Dhe njëkohësisht kjo energji të ndihmon të punosh për qëllimet e tua. Jo me nxitim, por hap pas hapi. Fundi i muajit, intuita, ëndra, sinjale. Pas datës 19, energjia fillon të ndryshojë. Ti do të bëhesh pak më i qetë, ndoshta ke nevojë për pak vetmi. Fillon të dëgjosh më shumë veten. Ëndrat po bëhen më të forta, ndjenjat po bëhen më të thella dhe intuita jote po bëhet më e saktë. Mos injoro këto sinjale, ka mesazhe të rëndësishme aty. 23 prilli, surpriza dhe ndjenja të forta. Mund të ndodhë diçka e papritur, një mesazh, një takim, një ëndër shumë e fortë, diçka që të trondit pak, por në mënyrë të mirë. Duket si fat, si një shenjë, dëgjoje zemrën këtu. 23 prilli, ti je në qendër,
Këtu fillon momenti yt. Ti shkëlqen dhe njerëzit e venë re këtë. Ke më shumë hieshi dhe më shumë vetbesim. Është kohë perfekte për dashuri, stil, dalje, projekte personale. Mos u fshi, ec përpara. 25 prilli ndryshime të mëdha. Kjo është pjesa më e fortë e muajit. Mund të vinë surpriza të mëdha. Gjërat ndryshojnë shpejt, por mos u tremb. Kjo është për të mirën tënde. Është një mundësi për të bërë versionin më i mirë i vetes. Mund të ndryshosh drejtim, të takosh dikë të rëndësishëm, apo të marrësh një vendim që të ndryshon jetën. Mbyllja e muajit. Prilli për ty nuk është i qetë, por i rëndësishëm. Ti mëson këtë mbash afër, kujt i thuash jo dhe çfarë do vërtet nga jeta. Dhe në fund, ti nuk je më njëjti person që ishe në fillim të muajit. Je më i fortë, më i zgjuar dhe më afër vetes tënde të vërtetë. Nëse je për herë të parë në kanalin ton, na bëni like, share dhe subscribe për të na ndjekur në video të tjera. Ju urojmë një muaj sa më të mbar fat në dashuri, suksese në punë, si dhe një shëndet sa më të mirë.